Qendra e Artit dhe Kulturës në Korçë në vigjilje të festës së Krishtlindjes solli për publikun korçar koncertin festiv Lindi Krishti gëzohu o bot, i cili u mbajt në teatrin Andonza Koçajupi. Ky koncert me producent At Spiro Katundi u zhndërua në një moment të veçantë shpirtëror dhe artistik, duke përcjell mesazhin e paqes, dashurisë dhe shpresës që mbart lindja e Krishtit. Këngët e mia ishin jo ato të parat kishtaret, po këto krimet e reja, që nga kolendrat me fëmijët e vegjël, edhe këto tirat poshtë të gjitha. Sa të talentuar janë fëmijët e vegjël? Shumë talentuar, kanë dëshirë të madhe të vinë, të këndojnë, të aktivizohen, por duhet dhe prindrit të përkrajnë, të sjellin në aktivitete. Ne kemi dhe grupe në kishë, me katekizma, me grupe të tjera që aktivizohen fëmijët me lojra me tëra, kështu që është mirë të afrohen pranë kishës se kur je pra Zotit, të gjitha gjithë mirat i ke. Gëzuar Krishtlindjet që të gjithëve të keni paqe edhe bekime në zemrat tuaja, në familjet tuaja. Në skenë u ngjitën solistët si dhe komplekset artistike të fëmijëve, të rinjve dhe burrave, të cilët me interpretimet e tyre krijuan një harmoni të bukur zërash dhe emocionesh, duke prekur zemrat e publikut. Në regjinë e Blerta Belliut, koncerti u ndërtua me kujdes artistik dhe ndjeshmëri, duke ndërthurur këngë tradicionale dhe pjesë festive kushtuar Krishtlindjes. Interpretimet e pastra dhe përkushtimi i artistëve i dhanë skenës një atmosferë solemniteti dhe gëzimi të denjë për këtë festë të shenjtë.